Për kujdesja e Islamit për xhamin. Prej Ebu Hurejrës, Allahu qoftë i kënaqur prej tij. Është transmetuar se një burr i zi apo një grua e zezë që fshinte xhamin vdiq. Pejgamberi alayhis salam pyeti për të. I thanë vdiq. Tha përse nuk më lajmëruat? Me çoni te varri i tij apo ka thënë te varri i saj. Shkoi te varri dhe ja fali namazin. Në hadith ka argumente të përkujtesjes së Islamit për vazhdueshmërinë e mbajtjes pastër të xhamisë. Gjithashtu në të ka argument të saktësisë së namazit për të vdekurin pas varrosjes në gjitha rastet. I është falur namazi para varrosjes apo jo. Në të ka argument për kujdesjes së dërguarit alayhis salam për xhamitë. Kujdesi që Islami tregon për vazhdueshmërinë e mbajtjes pastër të xhamive. Interesimi të dërguarit për këtë burr është argument i kujdesit të tij për njohjen e hallave të shokëve të tij dhe interesimin për ta kur mungonin. Nxitja për shërbimin ndaj shtëpive të Allahut dhe marrja pjesë në pastrimin e tyre. Mos hedhja e asgjë në xhami, qofshin palloma, fasoleta e të tjera. Rregullimi i xhamisë, renditja mushabëve, tapetave dhe mbyllja e dyrave është prej kujdesit për xhamin. Shmangja nga të shkruajt nëpër muret e xhamisë brenda apo jashtë. Nxitja në prezantimin e xhenazëve të mirëve, përqyeshmëria e namazit për vdekurin që është prezent apo namazit te varri i tij për atë që nuk ka marrë pjesë në namaz. Namazi i xhenazës është farz kifaje.